që gjithu. Çekil bir sen çok ateşi. Çaştaya? The pizza too. Pizza vogël. Beçançan. E kemi zemër bebi motrën? Beçançan edhe bëj shumë masazh. Më kujdes, se vogël. I love you baby motra. Do ta puçësh pak? Do ta puçësh pak? Ke cule, si e cule një, pasaj puçë. Brava, qefshi më të lumtë. Do ta puçësh tani? Zoti, po të flokët do ta puçësh? No, but pizza for loco. I ka pista flokët? Ti e qim flokët? Ti e qesim. Mirë, puçet e balli. Të puçësh të balli? No, but pizza. Kujdes. Te faqa? Okej, puçet e faqa. Të falë zoti. Thank you, Nona. I love you so much. You're very welcome, thot. Baby motra po ri një qik kështu tummy time. 2, 3, 4 minuta. Jo më shumë në ditë. Piu, bëri masazh, bëri ca ushtrime, i pëlqyen. I hapi duart edhe këmbët vet. Po i shtrinte kështu. Pastaj e ktheu mama një qik me bark, si që shikoni. Po e fërkoj edhe zurit qumi. 6 ditësh njëri. Po gjyshi ti? Ha? So bad. Yeah, so many. Pa hapi qajnë gjithë të gjore. Si interesoj për ato. Qa është ajo? Makina. So bless makina. Të ndihmoj mami? Ta hapi mami këtë? Yeah. Në më hap mama. Hap zemrën aftë ty. Hapi tjetër, ti po të hapën këtë. For you, Logan makina. Yeah, for you, Logan. Look, bang. Yeah, qenë ato. Ta hapin qika do të preferuar dhe tua. Qenë ato? Pa hape atë tjetërën. Atë blun. No, bebi, no, hape këta. Ullu, si da? Wow, sa e bukur. Qërë është ajo? E makina. Luk. Me që të pi Logan uj. Oh my god. Wow, të pëlqen? Juice? Apple juice? Që të pish aty? Bravo. Hapë këtë big one. Që është kjo? A blow.
Oh my god, Logan! A makina din! Yeah. Excuse me! Excuse me? Ku vedo? Makina! Yeah. Po s'ka jula atje ti Björn? Hajde. Okej, hapi. E vedo lo unë, jo Logan. What happened blocks? Blocks! Yeah. Po blocks që i thotë s'po të pa. Hey blocks! Me gjesh 4 orë nëse du. Makina is this makina? Where's down? It's real! Piqa? Bravo. Wow. Wow, shumë e bukur. Shiko si Deve i dati bateri o do lozi nono ti? Klos ajo. Në dhe shku bateri. Edhe kjo lëviz ka. E pa, ajo është timoni. Po lëviz pista ndoshta nga bateritë edhe bën muzikë. Hmm. Oh my god, sa e bukur! Okej, da të gjej bateritë tani. Po këtu çat ka se bëvë gjyshi. Nuk do të shikosh TikTok-in fare? Nuk do të dish për ato? Okay. Nxirë një çat. Kujdes. Oh my god! Që shë di kë baba gjyshi që partë? Ka qka jo, s'ka ma? Okay. One more? One more? Hape, shpito. Banana! Oh, no way. Pa e ti po ka? Po kjo white. Okay. Something! Surprise! Oh no. Okay. Mondo! Surprise! Look on this! Open this! And Mondo this! More do this, yeah. Oh, apple! Oh my god, sa shumë gjëra. A big orange! Big orange, yes. I like big orange. Hajde të testoj. It's for you, daddy. Hi, daddy. Okay. Okay, I thought hi, daddy. Are you happy, Logan? Yeah, okay. Finish! Oh, no more finish. Okay, the boy. Oh, yes. Next time finish. Next time, finish. Thank you, Papa Juicy. Ka qenë djale I mirë, Logan, prandaj sa dhe durata. Okay, thoj daddy, please, battery, thoj. Please, butter me. Okay. What this one? Do të vërë daddy battery. Hi, Qupa! Hello. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Kush le ta bësh video? Toj, soli, Baba Juicy. Do të themi Qupave gëzuar festat? Oh, no. Video e parë që po nisim të xhirojmë si një familje me 4 veta. Deri tani kemi bërë të gjitha fotot edhe disa foto që bërëm për festa. Dhe kjo ka fletur gjumë e na ka lënë të xhirojmë e të bëjmë ç'të duam neve. Duam të urojmë gëzuar festat, sot është 25 dhjetor, dita e Krishtlindjeve. Edhe ju urojmë festa sa më të mbara, sa po I hapëm Loganit këto dhuratat që na kishin ardhur. U mërzita çik se kishim edhe disa të tjera që s'kan ardhur akoma, po nuk ka problem, do t'ja japim një herë tjetër. Edhe Logan tani është I harbuar, edhe çfarë po hap këto gjëra që I pëlqejnë më shumë. Game over. Sikoni një cik që ka veshur kjo lepuruske vogël, të kapuçin me gjithë të bishtin gjigant, edhe këto setin, ose këto paliceta që janë, që duket si të punuara me dorë, po që e kam porositur nuk e kam bërë, edhe në gjanë fiksin një bëbëgjise vogël, edhe po trëmbe tani se dëgjon Loganin. Nëse, këta bebat e dikën
Ndoshta bebat e dytë janë të mësuar me zhurmë, kështu që edhe Daisy nuk e ka problem. Si e ka emrin bebi motra? Daisy Rosie. Si e ka? Daisy Rosie. Daisy Lozi. Daisy Rosie. Sa është që i them kështu më tallë, mua thotë, jo Daisy Lozi, Daisy Lozi. Edhe thot dy herë të njëjtin emër, se nuk e thot Daisy Rosie. Daisy Lozi. Daisy Rosie. Nuk e thot dot Rozi. Daisy Rozi. Ja. Kjo është Daisy Rozi, moj cupa. Erdhi sot në mëngjes te krevati, për qafonte. Edhe i thoshte, të keqe, lus me vllajin, ky vllai i madh i shtëpisë. O drita ime. Si the? Do të hapësh dhe ato? Ja. Ti ke gjithë të lodra tani? Të luash me lodra? Kapën të bërë. Okej. Do ta lë këtë të flerë në vend, edhe ne do vazhdojmë të sistemojmë dhomën, do vazhdojmë me ditën normale, edhe pse sot janë Krishtlindjet. Prishte mami im këtu, një shok i Albanit i solli 4 fazan shumë të mëdhenj, 2 i bëm ato ditë që ishte mami, ndërsa 2 të tjerë i kemi në frigorifer. Menduam që ta bënim një sot për Krishtlindjet dhe një për vitin e ri. Po, me qënë se nesër do na vinë disa njerëz, tam okej, nuk po e bëjmë sot neve, po gatuajmë nesër, po i bëjmë të 2 nesër. Edhe sot nuk është se nuk e di, do bëjmë një gatim të thjesht në një gjë sa për të ngrënë, domethënë jo ndonjë tryez Krishtlindjesh siç zakonisht bëhet, sepse do ta ruajmë ta bëjmë për nesër. Je shumë i lumtur? Yes? O shpirt, okej. Ti ka se baba gjyshi, do t'i hash ato sot. Se dadi ti ka përgjit flokët mirë. Na kanë ardhur disa dhurata për bebuskën, që do të tregoj tani. Disa gjëra që na kanë ardhur është të fillojmë me këtë qeskën këtu, dhurat, që janë rroba për bebuskën, që janë e çik të mëdha. Do t'ja veshim kur t'i bëjnë, shumë e lezetshme me këtë jakën, edhe me këtë bluzën tjetër, edhe me këtë tutat, edhe me këto, do me thënë 2 sete shumë të lezetshme. Gjëra bebesh, çajnë gjërat e bebeve, o badi o kështu. Një liker, që mami vdes për këtë likerin, më pëlqen jashtëzakonisht shumë Baileys. Shumë i shishëm, shumë i mirë, mund ta pish edhe në kafe, edhe kështu. Një vazo mjalt, në fakt janë 2 nga i njëjti person. Është mjalt i bërë vet, janë disa të afërmit e mamit tim që jetojnë këtu në Angli, edhe në shtëpinë e tyre kanë koshere bletësh, edhe më sollën këto. Nuk e kam provuar akoma, nuk e kam hapur se kam një çik mjalt nga ai mjalti në nalules që përdorim neve gjithmonë nga kërcyra, po jam shumë kurioz të provoj edhe këto. Mjalt i bër në një shtëpi shqiptarësh këtu në Angli. Këto, diçka tjetër është kjo panetonia, që më vjen shumë gjuna ta hap edhe t'ja prish këtë paketimin, e ka shumë të lezetshëm, po do ta provojmë. Ndoshta meqense kemi ata njerëz që do na vinë nesër, mbase hapim nesër. Yes, shumë e mirë. Këtu kam këtë shportën, shumë dhurate bukur kjo shporta, fix dhurata që zakonisht ato huajt i bëjnë njëri tjetrit kur lindin fëmijë, është kjo shporta klasike. Dhe ka brenda këtë arushin me gjithë batanije, shumë cute. Këto janë streçe, ngjyrë pink me fjongo, siç i ka qejf mami kohë të fundit. Janë këto bluzat. Edhe këto, si që shikoni, janë të gjitha të mëdha që do vishen për më vonë. Shiko, sa e lezetshme kjo, me gjithë të fjongon, shumë e bukur, fustan. Kjo tjetra është një xhup, hangshell zot me gjithë xhup. Kjo thotë që është 3 deri në 6 muajsh, po mua më duket shumë e madhe për 3 muajsh, nuk ka shanse t'i bëj. Edhe 2 të tjera, me minin. Shumë cute edhe këto me minin. Bluza me gjithë tutat e veta. Dhe pastaj kemi këto që janë për veshët, për bebet, 2 shampo. Edhe identik si këto rastësisht i kam në shtëpi që ja përdorja Loganit, të dyja këto ngjyrat. Këto do më thënë përdor. Këtu kemi edhe një tjetër. Prap. Kemi edhe 2 sapun me mjalt Pursery dhe Johnson. Kemi këto maskat, që këto janë për mamin. Shumë të mira, njëra me manafera, njëra me qershi.
Ti vendosi mami dhe dati këto. Charity. Ja, cherry. Shpresoj të më dëgjoni nga zhurma e kësaj. Dhe një gjë tjetër që më pëlqen shumë është ky parfumi ose ky seti, më saktë. Unë nuk e dija që Rihanna pas ka nxjerr aroma parfum, por që e mësova edhe këtë. Kjo e kuqja e flokëve të Rihannës e adhuroj. Nëjse, tem tjetër kjo. Dhe unë kam hapur, sigurisht i kam hapur, i kam parë gjitha këto, për e lash aty që ti gjiroja të shikoni dhe juve. Dhe është ky seti këtu. Dhe siç e shikoni, këtu ishte edhe një tester, që i pëlqeu shumë mami tim, i thash, ok, do t'jap testerin, kjo do ta mbaj për vetes edhe mua pëlqeu shumë, që gjithash vetëm atë të vogël. Ka aromë shumë të mirë, aromë frutash, nuk e di pse më jep ndjesinë e një arome manafereje, që kur e provova, hajta nxjerr këtë tash. Nuk del për çamet. Që kur e provova më dha këtë ndjesin. Nuk jam lyer shumë me parfum kohët e fundit, sepse kohët e fundit nuk mbaj mend se sa muaj kam pa lyer me parfum. O do ti më ndihmon çik po deshe. Se nga që jap gjoks, nga që jap e bushes gjoks, edhe normalisht nuk dua që të kem aroma, ndoshta për atë të rënda ose mund t'i bëj ndonjë alergji ndonjë gjë. Po do t'i vi ditë do ta përdorim. Ka shumë erë të mirë. Edhe parfumi kështu, do më thënë shisha shumë e lezetshme, dhe vjen set së bashku me 2 kremra, që janë, njëra është tip gel, do më thënë për të bërë dushin, dhe tjetra është pas dushit, si krem për të lyer trupin, edhe këto vinë të njëjtën aromë me këtë. Do më thënë, komplet seti ka aromë të njëjtë normalisht. Tashi këto mbaj mend. Një dhurat tjetër që ka marrë bebusja, që është kështu Christmas baby, edhe ka marrë gjëra Krishtlindje. Ja, këtë drerin, që është më i madh nga Daisy, është më i gjatë e sigurt. Shumë i lezetshëm dhe është fiks dhurat për ta vendosur poshtë pemës. Këtu e kishim lënë neve. Do e tregosh çupave ato makinat e mëdha që të solli Daja. Ku e ke makinën Biku me gjithë makinat e tjera të vogla brenda? Ha? Wait, tha wait, që do presim. Se di se qa u bë shumë kohë që nuk kam xhiruar, do me thënë ka gati 20 ditë që unë nuk kam xhiruar fare, madje po kërkoja dhe bateritë e kamerës, po më që më vajti mendja ku i kisha lënë. Ku se hapet? S'ka problem, ja vendosim sipër asaj që i ka ikur. Ku është ajo tjetra? Nuk është problem, do ta gjejmë të ja vendosim, u bër lamsh këtu. Dhe nuk mbaj mend nëse ka gjëra të tjera që doja të tregoj apo jo, ku di unë, ku të dalin, do ta tregoj, do t'i xhiroj. Kështu është kur bën një pauzë shumë të madhe, normalisht më nevojite kjo pauza shumë e madhe, edhe kisha vërtet nevojë. Gjithmonë mendoja që këtë herë me Daisy kam dirë më shumë lodhje, edhe pse kam pasur dhe mamin dhe Albanin pothuajse çdo ditë në shtëpi. Mami më ka ikur tani, po ditët e para, 10 ditët e para e kisha këtu, edhe Albani ishte me ditë në punë, edhe me ditë do me thënë pushim. Tani po kam marrë pushimet për në mes janari do iki prap. Kam pasur ndihmë, po jam ndjerë goxha e lodhur, sepse gjithmonë thoja me Loganin, vërtet Albani vjeni vetëm një javë me mua në shtëpi dhe javën e dytë nisi punën, po kur flinte Logan, flia dhe unë, edhe normalisht gjumi më çlothe. Ndërsa këtë herë, kur fle Daisy, unë kam këtë, edhe nuk fle dot, kur nuk është Albani në shtëpi. Nëse këto ditë është që po shfrytëzoj rastin dhe po flë çik më shumë, se vërtet lodhesh gjatë ditës, po të paktën bësh gjumin rehat, edhe të ikën e lodhja, ç'lodhesh dhe fillon e merr ditën nga e para përsëri. Po që po kam pasur nevojë për një periudhë shkëputje, edhe pse ju më keni kërkuar shumë video, më keni kërkuar posto, ja. Shpresoj të fillojmë me video tani një herë mirë, mos të kemi më shkëputje. Do ta marrësh makinën e madhe të tregosh shupave? Big one. Ku e ke? Për sa i përket lindjes, çdo gjë shkoi shumë mirë. Për sa i përket barkut, normalisht kam edhe një çik se akoma s'ka vajtur një muaj që kam lindur. Bebushka është shumë mirë, me shëndet në përgjithësi jemi super. Kështu, ato sikletet e operimit, po që dhimbje nuk kam pasur asnjëherë, që ditën e dytë, që ata erdhën në mëngjes dhe më hoqën katetrin, unë në çova në këmbë, edhe ulo e ngriu gjatë gjithë kohës, normale, me kujdes, por që nuk kam pasur dhimbje. Jam shumë e falë për këtë gjë. Edhe me Loganin nuk kam pasur dhimbje, edhe kur kam bërë hundun nuk kam pasur dhimbje, do me thëmë përgjithsisht në për operime, unë nuk kam dhimbje. Nuk e di, trupi im që ka fantastik, sepse ka shumë goca që kanë jo dhimbje, po të merë, nuk çojnë dot në krevati edhe nuk e imagjinoj do t'isha edhe unë ashtu. Nuk e di, shumë e vështirë, po faleminderit Zotit, se ke ka pasur, se ke barkun të hapur, por dhimbje jo. Jo mor biri makinën e madhe.
Piguan, ku e ke? Ky po sjell çaj ka sjell daja të tjerat. I ka sjell një makinë aq të madhe që hipën sipër edhe bën xhira nëpër shtëpi me atë, bën një zhurmë edhe nëse kshu e llaston daja këto me 100 lodra që i shkelin pastaj nëpër shtëpinë edhe bëhen një copa. Bebe kuti. Daddy, baby, kuti. Be careful. Ne të dyja hoqim setin e babagjyshit, edhe po i bëjmë dadit shoqëri që po vendos këto gjërat atje tek krevati nonos, që t'ja bëjmë bukur. More vesh moj. More vesh moj. Kjo çik fleçik zgjohet është mësuar në krah kjo zonjusha. Edhe shikoni si e çorri fytyrën, nga që kishte setin e babagjyshit me duart për jashtë. Hello, beta papuku, beta, betu, bepukutu, beta pukutu, besomene, beta patu, vuvu, vui, tu, bete, fesu, beta, tu, bepuku, Se që ajo të regoj zotëria nuk e di unë, po shpresoj mos të e marrë mend. Shikoni se sa bukur i doli krevati Xhulit. Të pëlqen? Ja. Këto stikera dolën shumë të bukura. Me këto temën e pyllit e kafshëve, kështu si që shikoni të dyja bashk. Edhe i vendosëm këto tendën, edhe dritat. Fike pak dritën, të shikojmë këto llambat. O Logan, të lutem. Wow! Ha, të pëlqen? Bukur? Qysh e solli baba gjyshe gjithë të gjëra këtij fëmijës tim? Ha? You like it? Si rrinduart. Do t'i presit, do t'i preki të gjitha. Oh no! Heo Logan. E prishe. Daddy so sad tani. Okej, kjo është shumë e bukur. Do flesh këtu tani? Nuk do vish më në dhomë të neve, do flesh këtu të krevati jot? Dizë dritën, please. Dhe gjithashtu vendosi Daddy edhe këto këtu. Ndizet lutem, se po i tregoj çupave. Ndizet dritën. Edhe këto shumë të bukura. Gardhi me lule. Siç dua ta bëj unë për jashta. Dua të vendos një gardh kështu tek garden jashtë. Si ky bardhi. Edhe dua në vend të këtyre luleve të verdha, unë dua të vendos trëndafila shumë ngjyresh. Por vajtat e bien kjo për të blerë dhe një rrënjë trëndafili bënte 30 pound, edhe atë rrënjën e trëndafilit që ishte kaq. 30 pound, unë as për 30 vjet nuk do ta blej, kështu që do marr mase nga Shqipëria, do të them mamit më dërgoj. Shumë e bukur o zot, se ja vlen më shumë të më dërgoj nga Shqipëria se sa ti marr këtu. Dhe një gjë tjetër, dorezat, ka këtë, ka dhe këtë dorezën tjetër, edhe këtu ka Logan Boy, që është dhoma e nonos. Akoma kemi ca gjëra të tjera që duan rregulluar, duan sistemuar këto, ato atje që s'janë akoma për të ndenjur këtu, po që dala avash se as nuk ka marrë veten, as nuk e di as vetë se ku do t'i vendos. Po që kjo dole shumë e bukur, më pëlqen. Do ta laj mami se kemi lar akoma, edhe do ta bëjmë. Ato aty i do zotëria se merr orarin e punës fillon bam. Lodra që i morëm sot. O bo. Edhe kështu, po kjo më pëlqen jashtëzakonisht shumë, do marr edhe klëf. Edhe jorgan, do më thënë mbulesit ta shtroj, t'ja bëjmë më të bukur. Edhe that's it.
koleksionit tim të parfumave, ju shtua edhe ky, që nuk di se ku do ta vendos. Ta lëm këtu për momentin, të paktën loga nuk vjen t'i preki, se ndryshe do t'i kishte hedhur. Edhe kështu, nice. Ju kam thënë disa herë do t'ju tregoj disa gjëra që kam marrë tek të përdorat edhe nuk e kam treguar kurrë. Tani që po sistemoja gjërat që kam në shtëpi, i gjeta, më vajti mendje që i kisha marrë edhe u mërzita aq shumë se njëra është thyer, po i kam këtu disa prej tyre, shumicën. Dhe një tjetër që është më e bukura është kjo. Një, kujdes do biesh ulët lutem. Një vazo që është super yll, shikoni pak me këto lule të ngjyrë trëndafila ngjyrë roz. Dhe problemi i kësaj është që kjo është thyer. Disi po më vjen të qaj tani në këto momente, po do t'i them Albani të mangjisi. Shikoni sa e bukur që është, ka këtë detajin e rozës këtej rreth e përqark, nuk është e drejt, po t'jep këtë iden ku diun si lule, shumë e bukur, edhe këto lulet që ka të piktëruara, fantastike. Mund ta mbaj shpirt për bizhut, ose ku diun kisha këtu ta mbaj te tavolina ime, domethënë për këtë arsye e mora kur e pash. Më duket se e ka marrë 4 pound, ose 3 ose 4 pound diçka e tillë, po sa gjëna po ndjen që është thyer. Po të paktën hajde është bërë thjesht një ndarje mes, nuk është se është bërë kështu shkruar që po mos kisha çati bëja. Edhe do të them Albanit të mangjisi, shpresoj që të ngjisi. Kujdes të lutem mos ai të qesh. Po. Fiksimi im, ky po tregon që kemi blerë çan dhe është thyer. Fiksimi im për këmisha, ngjyra roz, shumë e bukur, si roza e këtyre trëndafilave që ka fiks. Edhe, shikoni, unë vdes për këmisha, e ka marrë 9 pound, po s'ka marrë këtë. S'ka marrë 9 pound për të përdorat, por shumë e bukur, e ka marrë për ngjyrës, e sigurt, që do shkoj direkt tash do lahet. Një gjë tjetër që ka marrë është kjo këtu, shumë e bukur edhe kjo. Ngjyra e verdhë, domethënë çdo që me ngjyra, ju e dini fiksimin tim me ngjyrat. Ka këto detajet e këtyre luleve, duket se kjo drita është ngritur shumë edhe pengon. Ta ulim i çik. Të bëjmë kaq. Shikoni? Është rreth e përqark me këto lulet, edhe është kështu, domethënë kjo është mbajtja, e do thoni juve çfarë është kjo, kurse se ua tregojmë tani. Ka edhe këto të dyja, të cilat janë për kripën dhe për piperin. Sikoni sa cute, në formë luleje, edhe kanë një vitë holl rreth e përqark në këtë ngjyrën kaq të lezetshme të mentes. Dalloni, besoj dallohet. Fantastike, kështu. Dhe kjo kushtoi 2 pound e gjysmë, asnjë gjë. Shumë super yll kjo. Tjetër gjë, ç'a kemi këtu? Kemi këto pjatat, të cilat janë nga këto që vendosen për zbukurim. 4 pound një më duket se kanë kushtuar, shikoni sa e bukur. Me këtë, o zot, logani në sfond që po ulërim, por nuk kam çfarë t'i bëj. Me këtë pamjen e një fshati kam përshtypjen, shumë e lezetshëm, me kafsh, me ku diun, shikoni vetë. Shtëpit këtu, duhet ta mbaj çik kështu. Ku ta mbaj? Këtu e shikoni. Shtëpit, këto 2 cupkat ose një çup një djalë ç'a janë, lumi me pata me rosa ç'a janë këto, ca kafsh këtu, kjo ura, zot çdo detaj nuk e di, domethënë ti jetoja unë këtu do ishte ëndra ime, të kisha një nga këto shtëpit. Ëndra ime është të kem një si këto shtëpit. Shikoni, nga këto si cottage kështu. Fantastike është kjo, një, më duket se ka marrë ose 2 ose 3, nuk më kujtohet.
Prisni të shikojmë. Duket se pas ka marrë 2. Kam edhe këtë tjetrën. Që edhe kjo, tematikën e ka të njëjtë, edhe kjo jemi përsëri në fshat, me kafsh, me një familje, o zotë sa e bukur, adhuroj. Pas kanë këtë shtëpin këtu, edhe shumë shtëpi të tjera këtej, kopshte me lule, nuk e di domethënë, nuk e di. Unë jam e fiksuar për këto. Edhe kjo 4 pound, të dyja bashk. Nuk e di nëse kam tjetër, apo vetëm këto të dyja. Kam diçka tjetër këtu, që është kjo gjëja, e cila varet në mur, edhe ka këtë cupkën e vogël këtu, me një kukull të vetën. Duket sikur po lutet kjo çupa, nuk jam shumë e sigurt, mbase. Tani e vura re, domethënë se kisha vënë re këtë gjë, po më pëlqeu shumë, më duket lezetshme, me këto ngjyra të roz, shumë nice. Tash ok, po e marr edhe këtë, kushton 2 pound. Se ku do ta var nuk e di, po ndoshta do ta var edhe do t'i vendosim në një lule këtu. Besoj, se për tjetër për çfarë ta përdor. Po thjesht më pëlqeu dhe e marr. Shumë yll. Këtu kemi, si mund të bëja unë blerje dhe mos të merja një gotë për të pirë kafen, një filxhan gotë, do më thënë, po shikoni edhe kë. Pas ka marrë çdo gjë me lule unë. I ka marrë pa kombinim, thjesht këto më ka hapur syri, më kanë pëlqyer shumë. 2 pound ka kushtuar edhe kjo. Shumë e bukur, shumë e bukur, qelq. Që qelqi nuk më rreth kur pisliqe, kur. Tek kjo çanta kam një këmish tjetër, edhe këtë e kisha harruar komplet, shumë e bukur edhe kjo. Ngjyrë bojqelli, me këto vijat blu. Nice. Gjithashtu unë vdes për këmisha, kështu që kam shumë këmisha, po kur nuk janë mjaftueshëm. I kam marrë Loganit një libër tjetër që është me lulun. Si ky libri me këtë gocën lulu kam ose 1 ose 2 të tjerë, edhe kur e gjeta këtë, thash okay, t'ja marr, t'ja bëj seri. Më duket se gjithsej janë 6 ose 7 libra që ka nxjerr kjo autorja me lulun. Edhe pas kanë disa këtu, se di tash kë ka Logani nga këto. Po shumë nice. Më pëlqen. I like it. Si bën si ulërin se nuk po i flet albani, shikoni ka stile. Nëjse. Tjetër gjë, i ka marrë edhe 2 libra të tjerë, që janë me kafshët e pyllit, se si quajnë domethënë në anglisht, shikoni. Librat e bebeve kushtojnë, këto pas kanë bërë 1 pound, edhe kjo tjetra 1 pound, ndërsa kjo ka bërë 1,5. Zakonisht, librat e fëmijëve kushtojnë 50 pence, domethënë 500 lekë vjetra, nuk janë asnjë gjë si më thënë. Po këto pas kanë pas çmim tjetër. I kisha harruar fare që i kisha bler për zotin. Kam qenë shumë e ngarkuar këtë periudhë dhe këto siç ndërruam shtëpi, do janë paketuar aty, oho. Tani po i hapim avash gjërat, akoma nuk i kemi hapur të gjitha. Tash këto ishin që kisha bërë blerje, u mërzita shumë për këtë gjën, po do t'ja çoj Albanit të mangjisi, ka një atak shumë të fortë Albani, që zakonisht ngjit gjëra, siç ngjiti atë suvenirin që patëm bler në Athinë kur ishim me pushime, edhe është okay. U mërzita, po haj. Normalisht do doja mos të më ishte thyer, po s'më vajti mendja që ta hapja. Kush e di kur kemi bërë shpërnguljen si janë hedhur gjërat, Logani në sfond ta heq trurin. Nëse bebe është të punka